Shqiptarët e Kosovës vijojnë të jenë vizitorët më të shumtë të vendit tonë. Shumë prej tyre vijnë nga plagët e luftës së vitit 1999, kur pushtuesi serb nisi një spastrim etnik prej Kosovës. Të njëjtin fat pati edhe familja Hoxha nga Malisheva. Ajo u detyrua të largohej nga Kosova dhe të gjente mbështetje në Fier, në Shqipëri. Por kjo e ka lidhur më shumë me vendin tonë. Nuhi Hoxha thotë se qëndrimi në Shqipëri ka qenë shumë i mirë pasi është pritur ngrohtë dhe është ndihmuar në maksimum. Na janë shkuën drejt e me autobusa në Fier. Kena bom dikon një 2 motor dohet. Në atë kohë rruga ka shumë e keqe. Edhe në Fier kena ne 3 mujtet, konveks studentav, edhe aty kena kalu shumë mirë, shumë respekt prej e kom fjallën prej popullatës, na kanë ndihmuar në çdo sen. Mas 3 muajve, unë jam kthyer në vetë. Se kom pas kjerën, se kjerën në murën shkijet, edhe këm ardhë në kokë, se kom pas një zëtar të vogël, edhe ata kom morën, edhe në shku drejtë për Përzëren, kër janë hi Gjermant. Se hitën sefte Gjermant, na ikë, unë e mikën, familja, mas 5 dite janë ardhën atje. Por prej më shumë se 15 vitesh, çifti Nuhi e Myzaqet e Hoxha e vizitojnë rregullisht vendin tonë. Madje ata thonë se kanë shkuar në shumë vende turistike, kryesisht malore. Ata ndihen si në shtëpinë e tyre, ndaj rikthimi për ta është gjithmonë kënaqësi. Na në Shqipëni që 15 vjet vim, me gruan 2 janë vet, vim të shtëpi, ka 10 ditë i bojmë edhe ikëm shkojmë shpe, rrim një natë 2 natë shpe, edhe shkojmë Valbon, ja 12 ditë rrim Valbon me gruan, edhe pe Valbonës ikëm edhe shkojmë Preval, Prizrenit, atje rrim 2 muaj. Ma shkurt, koha jone na ka lënë për pjesht. Shumë vend i bukur, shumë asi, shumë mirë, na pëlqen. Na erdhëm tash hitëm atje te Miloti, edhe në Bërrel, edhe erdhëm tek nina këto nga dalë, dhe të shkojmë edhe në Bulqist, edhe Mëshëllore dhe drejtë të Shkëpi. Më pëlqen shumë Shqipëria, kam qef me arë gjithë me vizitu. Vim shpesh, me burrin dalim, thuja si me shku muji pa ardhë kënena me vizitu e pa mundshme është. Jemi nisë për Peshkopi, do të rrim edhe ditë edhe në atje, të dalim apet, do të vizitojmë krejt, ato fshatrat e Peshkopis i dina. Bjesht, çdo ujvar, çdo sen që 15 vjet rregullisht ka 2 herë në vit vina. Vina tash në maj edhe në shtator. Vim, mirë kalojmë, na pëlqen shumë, njerëz shumë të mirë janë. Natyra shumë e bukur. Pasi kanë vizituar Matin, Klosin, destinacioni i radhës si çiftit Hoxha nga Malisheva e Kosovës, është Bulqiza dhe Peshkopia, ku do të qëndrojnë për rreth 2 javë.